Transmetim të drejt për drejt, nderuar televizionistë, vijmë tashmë komunikimin ton, presim telefonatën e parë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Desha të jap një opinion rreth ceremonisë të nderit drejtor Agolli. Po. Unë mendoj se as sa janë shpenzuar për ceremoninë e drejtor Agollit, do të ishte ndërtu më së miri shtëpia muze e poetit kombëtar, që lehet në terrin më të neverishëm tash 27 vjet po bahen. Unë nuk arrit të kuptoj si mund të marrë për shtetit ceremoninë e një shkrimtari kur ajo Është ndërprerë telefonata, kërkoj ndjes nëse arrin sërish të na komunikojë. Zotëria është i mirëpritur ta shprehë opinionin e tij deri në fund. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, mirëmëngjes, ju dëgjoj. Mirëmëngjes. News 24? Po, ju lutem vetëm uleni televizorin, se bashkë po komunikojmë. Po. Përshëndetje një herë në radhë parë. Juroj për emisionin që keni të prekuruar. Unë duhet të them dy fjalë vetëm me lidhje në organizimit të kryetarit të PD-s Basha, i cili nuk e afron popullin, jam një në antar të PD-s, nuk e afron popullin dhe politikën që krijon të bej. Vetëm në çdo miting që vetëm në çdo takim me popullin që vete, një fjalë di të thoj. Vetëm sharje. Nuk bëhet me sharje asë jetë keqe vllai. Ka të ofrohet që popullin me fjalët dhe me betimet. Unë bashkë si kujtoj, mos premtoj kot si kot, si në 97 kur u premtuat Qeku Bardh nga Berisha dhe Gamos Pashko ku di unë të tjerët. Edhe pranaj i besirje të ndryshoj politikën, po dhe që të afroj popullin, se për ndryshe shumë nuk afron. Edhe dy lafër për grabitjen. Mbas se kjo grabitja do t'jetë grabitja funit, veç ma ngopën këta me të grabitur. Paran, ju falemderit për respektin. Falemderit juve që ndatë opinionin tuaj këtu me ne. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Nuk arritëm vendosim komunikimin, presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po ju dëgjoj. Ju lutem uleni zërin e televizorit. Një diçka kisha unë zotë. Po qa bëjnë me këto bangat këshuar buri. Po të lutem uleni zërin e televizorit si nuk dëgjoni. Nuk po e marrin vesh fare kush i bën këto punë, kush i vjedh, kush nuk mund të arrit të kuptoj dot. E kuptoj. Ka që kisha unë... Faleminderit. Ju presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? 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 Alo, zotëri, përshëndetje, jeni drejt për zotëreti. Është larguar telefonuesi, më vjen keq, presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. E përbanga dhe sa s'kasë. Ne kur morim një kredi, në gjënë. Po të të gjësh shumë mirë. Ne kur marim një kredi, na shtërrydhin e këtë një si të them. Kur bëjnë me që legët diku ku i kanë njësë ato në rinë, sa ku e diun, i din legët, sa të me 2 rojtar pyllë, i të fare, me një makinë thjesht. Se sa rrita kuptoj. Pra është komplet faj bangave. Ka qisa. E kuptoj, faleminderit. Vjen presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? Alo. Po mirëmëngjes, ju dëgjoj zotri. Në lidhje me këtë... Alo. Po ju dëgjoj, flisni. Në lidhje me punën e legëve të grabitme. Jo, dhe shtedhje do... Ky është mendimi juaj. E kuptoj. Vazhdojmë presim një tjetër telefonat, vazhdojmë pikërisht për çështja e grabitjes parave, të jetë një nga shqetësimet kryesore që të ardhmen në komunikimin e sotëm. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po mirëmëngjes, ju dëgjoj. Më radh parë do të lidhem me këtë grabitjen e bankave. Jam ish oficial policie.
nuk ka rregull. Nuk ka disiplinë, nuk ka insultancë. Kur të bësh shoqërimin e parave, bëhet një insultancë. Edhe paraja është gjoja më e madhe në botë. Edhe ata që i shoqërojnë parat, njeriu është çmimi më i shkëlqyer. Po të ishim vra ata politë. Qa të bojnë nonat e shkreta? Do të qajnë me lotë. Prandaj këtu ka dorë vetëm bankat. Janë në bashkëpunim me strukturat e bankave. Dhe këtu nuk ka dorë shteti. Ishtë një dorë nga shteti e ka vetëm bankat. Shteti që përmene Sajmir Tahiri këtu me Sajmir Tahiri nuk keni punë fare. Vetëm bankat i struktori i bankave të bëj i struktashin e shoqërimeve të parave. Është në kamera, makinat të mbidume, si ka mundësi të vidhen gjithë të para, është gjithë e popullit. Prandaj ju lutem shumë, të hisin ata të korruptumit e bankave, edhe të vjet një ligj i përfshirë Sajmir Tahirit, të lajnë policinë private, të bëjnë punën e vetë, dhe të qojnë në policinë private si që ka qenë më të para, polici shteti. Kur të shoqërojnë lekët në polici shteti, jo me polici private, se nuk tjetë që korrupsioni përbohet. E kuptoj. Unë falenderoj shumë edhe ju që e ndatë opinionin tuaj këtu me ne. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, mirëmëngjesi, zotëri, ju dëgjoj. Nga Greqia marrim Po, përshëndetje. Në lidhje gjithmonë me këtë grabitjen e bankave që kanë bërë. Pse nuk i shoqërojnë ato lekët me këto kutit e posaçme si që janë që nxjerrin bojë të kuqe dhe bën parat me bojë të kuqe. Pse nuk e bëjnë këtë, si që kanë gjithë Greqia, Italia, ka qenë një nga masat e munguara që është evidentuar gjatë hetimit. Pra është gjithmonë një shkelje e këtyre gjërave. Por në vlerësimin tuaj janë shkelje të qëllimshme apo mungesë vëmendje? Është mungesë vëmendje dhe tash është një fat bashkëpunimi me grupin e shoqërimit që shoqëron këtë. Nuk është aq kollaj, se ku e morën informatën ata që edhe ka bashkëpunim në këtë mes. E kuptoj. E gjithë kjo. Faleminderit. Për këtë problem mora. Shumë faleminderit. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ju përshëndes për emisionin. Kam një shqetësim me këto lenet e banimeve, për shembull, se doli një ministër dhe foli që do të kalojnë, do të jenë falës dhe për 6 muaj dhe në qershor. Po thoni për pjesën e... Lenet e banimeve, për shembull, nga një qytet në qytetin tjetër. Po, e kuptoj. Tani ne kemi shku këtë zyrat e informacionit, edhe ne na thonë që kjo ka qenë një keq kuptim i ministrit. I kush ministri ka deklaruar këtë? Po para një muaj nuk më mbaj mend kush ishte nga ministrat. Edhe kur shkon këtë zyra e informacionit na thonë që do të vazhdoni procedura siç kanë qenë, do pagoni 30.000 lekë. Po? Siç kanë qenë procedura, nuk ka asnjë ndryshim. Pra pagesa është 30.000 lekë të vjetra, po thoni? Po. Tani nëse na shqetëson se derisa flet aty dhe vemi këtë zyra informacione dhe po dhe ju thonë që duhet pagoni, është drejt të keni dyshimet tuaja përderisa keni dëgjuar deklaratë ministri. Zonja ti thotë që është një gabim i ministrit që ka folur kështu, nuk e di, është keq kuptim. Po, e kuptoj shumë mirë. Unë falenderoj shumë që e ngrini si shqetësim këtë fakt dhe shpresoj shumë që të ketë dikush ta ketë dëgjuar shqetësimin dhe ta adresoj në mënyrën e duhur, nëse ka një vendim për ta falur, për ta shpangur këtë pagesë, atëherë kjo le të bëhet në këtë mënyrë. Po, ju falenderojmë dhe juve, gjithashtu emision të mbarë. Faleminderit. Vjen presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, ju dëgjoj zotëri. Kam një problem. Po? Por qeshen e atyre
Leje të ndërtimit. Po, vetëm ju lutem, uleni pak zërin e televizorit se na ndërhyn në telefonat dhe nuk dëgjoni mirë. Faleminderit. Leje të ndërtimit, dhem në bashki atje dhe nuk na japin ndërtim fare, lutem shumë. Në cilin bashki, në Tiranë? Nuk na japin leje ndërtimi fare. Në cilin bashki? Bashkinë Belsh. Në bashkinë e Belshit, po për çfarë kërkoni lejen e ndërtimit dhe pse ju mohohet? Për një trull të ri. Për një shtëpi? Po, për të ndërtuar një shtëpi për momentin, ata nuk japin fare. Po pse? Ja, i qoj atë dokumentin atje për tokën që e kam marrë me tapi, e tokar. Unë tani ku të bëj, unë këto toka kam. Po çfarë ju thon, pse nuk e japin lejen e ndërtimit? Nuk na kanë ardhur dhe nuk keni vizër, nuk jo diçka tjetër, shumë probleme të kota. Jo, kuptoj, nëse ka një urdhër për ndalimin e ndërtimit për momentin, atëherë duhet parë nëse është i tillë, nëse ka ndryshim pastaj, nëse ka pengesa që janë për arsye burokratike apo qofse edhe për arsye korruptive, atëherë kjo duhet bërë ndarja e saktë. Kuptoni se çfarë po ju them? Po çfarë bëjmë, nuk e di ne kemi shumë probleme aty zonë. E kuptoj, pra jemi se të bëjmë si ato vitet më para që të marrin një burra dhemën nga hara dhe të ndërtohen me qytetet ndeshën me policinë, me shtetin me ligjin. Jo, mirë. I qëndrojmë korrekt ligjit, dhe edhe në bashki, ata du na japin drejtimin. Jo, e kuptoj shumë mirë dhe pretendimi juaj është mjaft i drejtë. Faleminderit për moment. Faleminderit. Vjen presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? Alo. Po, zonë, ju dëgjoj. Po si o burri dhe jotë nuk përgjejmë në i punë në gjë për fëmijët. Po se jena pa shkollë, nuk kena në ne vetë tona. Jo, askush nuk e thot këtë. Po ku keni kërkuar? Po përgjemi kena veti 5, veti 6 pa punë. Ku keni kërkuar punë, zonjë? Po kena shku ke zyra e Durrësit. Dhe çfarë ju thonë? Asje thonë, nuk na japin asje përgjigje, do t'ju bim, asje lloj përgjigje s'na japin. E kuptoj. Pra, ju kërkoni punë dhe zyra e punësimeve në Durrës nuk ju jep asnjë lloj përgjigje dhe asnjë lloj zgjidhje. Asnjë lloj përgjigje. Unë jam vetë invalide me 90.000 lekë. Maj 6 veç, 7 veç. 2 fëmijë të vegjël me panolina. Qosh kështet më qosh tu do gjëne e korupcion është tu. Ku të shkojmë, ku të hajnë, dyrëve do dalin qunët ka 26 vjetë që i kam të dalin do të vjedhin. Ku të shkojmë? Para si kam në përfuta, ku të shkojmë, ku të nytna? Do thush tokat, asi gjosë për në japin dhe tokat, i mjedhim, asi gjosë s'ka nësë të vaditi, asi gjosë. I kjo është të edion. Kur vje puna votëve, dalin dhe si zorat qitu i kërku votët. Edhe populli prites një jetë votën. Ka që kisha, faleminderit. Faleminderit dhe ju që ndatë shqetësimin tuaj, zonjë këtu drejt për drejti në News 24. Vjen presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, ju dëgjoj, zotri, përshëndetje. Më falni, po të të marrë të kohë për të zgjuar. Po unë? Jemi drejt për së drejt, ju dëgjoj vetëm ullën i zërin televizorit dhe komunikojmë direkt. Jam Clarence Lelaj. Po ju lutem vetëm ullën i zërin televizorit. Ula fare zërin televizorit. Dëgjoj. Jam Clarence Lelaj, qytetar nga Vlora. Në vitin 2011 më dojnë 2 fëmijë në Çole. Shkaku i tensionit të lartë ardhën nga Gabina. Në atë kohë që kompania qes. Dhe bas këtij problemit, bas 7 muajve zgjodha një avokat. Për rastësi, unë jam me një avokat. I quhet Adrian Ali Dauti. Po? Basi mbaroi për 3 vjet rresht seanca gjyqësore, më thoshte mua mos u paraqit fare në gjyq, largohu se je në gjendje të rëndë. Dhe unë nuk kam marrë pjesë në asnjë seancë gjyqësore. Kur bas 3 vjetëve vetëm më thret ky se do marrim lek në bank dhe në zyrën e tij. Dhe më jep vetëm 60 milion lek. Në këtë moment unë i them, sa lek ke fituar? S'ka rëndësi se do t'i marrin të tjerat. Më vonë vetë interesante arshiva e gjykatës, ku tërheq vendimet 5 vendime, kur i lexoj 1 miliard e 350 milion lekë. Basi verifikova këto vetë bëj prap debat me këtë në zyrë dhe më thot, i kam kohë ku duash, në media ku të duash, unë kam lek, kam pushtet.
Dhe më vonë pasaj reagova bëra kallëzim në komisariatin e Vlorës, ku komisariati i Vlorës e çojnë prokurori çështjen time. Dhe çështjen time e mori zonja Ervisa Yka. Ervisa Yka jetoi 1 muaj vetëm. Dhe më vonë arrit ta mbyll çështjen. Unë i tha se mbyll çështjen. Nuk ka vepër penale. Si s'kam mëjtë, unë e kam akuzuar për falsifikim dokumentash dhe për vefim parash dhe mashtrim dhe shpërdarim detyre dhe shkelje të drejtave të mia. Ky person i nderuar zotri është përkrahur nga prokuroria Ervisa Yka. Më dëgjoni lutem. Po ju dëgjoj shumë mirë, flisni. Është përkrahur nga prokuroria Ervisa Yka, është përkrahur nga krye prokurori, ish krye prokurori i Senketa, është përkrahur dhe përkrahur dhe është ka vazhduar, e ka pas përkrahjen e krye prokurorit zotit Ramadan Trosi, është përkrahur nga Albert Koliçi, është përkrahur prokurori në shkallën e patë regjisor i Vlorë, është përkrahur nga Kledian Llao, në shkallën e patë regjisor i Vlorë dhe është përkrahur nga gjyqtar Lauren Fuçia, 1, Albana Semajna 2, Mirena Misioni 3, Albert Spiro 4, Edvin Trashi 5, të cilët kanë përkrahur në mënyrë të padiskutueshme. Dhe të cilët të gjitha kanë ndjekur rrugën e rishfetit. Albert Koliçi, pasi e nxori me arrest me burg këtë person, po mbasi viti e pushoi çështjen pa pasur asnjë fakt të ri. Dhe në moment që ky doli me arrest me burg, e çoi zotria ish avokati e çoi në gjykatën e apelit Vlorë, ku Klodiana Gjyzari, edhe kjo ish gjyqtare në shkallën e parë, ka dhënë një vendim për mua dëshpërbimi. Edhe kjo nxori nga arrest me burg me detyrim paraqitje, buri së cilës ka shoqëri të ngushtë me ish avokatin Adrian Dauti. Ky mashtrues, ky pseudo avokat. Jam drejtuar kryeministrit që në vitin 2014. Jam drejtuar Ylli Majanit. Jam drejtuar avokatit të popullit. Jam drejtuar prokurorit të përgjithshëm. Jam drejtuar KLD-s. Jam drejtuar presidentit. Ku na presidenti dhe na prokuroria ka marrë përgjigje negative, nga të tjerë ka marrë përgjigje pozitive. Atëherë dhe i cili më ka erdhur mua në gjyq për shpifje. Po ashtu na ka marrë firmë të bardhë, mua dhe 10 persona të tjerë, mua, motës time Mimoza Lelaj, çubave të mia Kloriata dhe Eldira Lelaj, të cilave në Bankën Kredis në Tiranë u volli 170 milion lekë me veprim fiktiv, të cilën këtë gjë e ka vërtetuar dhe ish prokurori i çështjes Albert Koliçi, i cili, siç e shpjegova më lart, fillon të ta përkrahë këto në mënyrë në drejtim të rishfetit. Po ky person kur ndodhi që i feriti çubave të mia në Tiranë dhe çubat e mia i kanë incizuar dhe u thot, unë kam dërguar njerëz në Itali, u kam marrë firmë në të bardhë, gjë që e ka pranuar dhe prokuroria. Atëherë si bëhet problemi i këtij personit? Pse lihet i lirë ky? Pse lihet i lirë? Ku i cili disponon një shumë të madhe lekësh, të pa diskutueshme, siç më ka thënë dhe nuk e harroj sa ti më gjallë më ka thënë. Shko ku duash, ankon ku duash, ku të duash ko. Unë mos të një domat, një datom mbyllet. E kuptoj. Që mos zgjatet shumë, unë ju dëgjova deri në fund për një çështje që sigurisht në mënyrën si e trajtoni është një çështje vërtet e rëndë edhe për shkak të specifikës që ka, por është e vështirë edhe për ne t'ju japim një adresim të saktë, shpresoj shumë që rrugët ligjore që keni ndjekur t'ju japin përgjigjen dhe të merrni atë çka meritoni dhe sigurisht kjo është e vetmja mënyrë se si mund të zgjidhet kjo çështje. Po, më falni, të kuptoj shumë mirë. Po, nuk kam gjetur drejtësi. Urdo, nuk kam gjetur drejtësi. E kuptoj. Ky ka korruptuar të gjithë. E kuptoj. Unë vjen shumë keq për situatën tuaj dhe shpresoj shumë që le të shërbej ky denoncim juaj publik për në institucionet e drejtësisë, qoftë në Vlorë, qoftë edhe këtu në qendër në Tiranë, për ta parë si ç'është edhe për ta adresuar saktë dhe që gjithsesi të marrë atë që meriton. Më falni, dhe ti më lutem pjesë, ku që ky 1.350 milion lekë? Për këtë mos e shqetësoni se ja gjejmë vendin. Problemi është padrejtësia që është bërë, mos e vrisni mendin për lekë. Imagjinoj, më fal pak, imagjinoj të marrësh parat të 2 fëmijëve të vdekur. Imagjinoj ai ka krijuar lumturinë mbi fatkeqësinë time për fëmijët e tij. Imagjinoj çfarë shumë e madhe. Unë e kuptoj. Imagjinoj si aty propozon, shko ku duash, anko ku duash, un kam lekë, kam pushtet. Është merr. Un poroj, kam 2 çuba, kam menusen me raport psiqik, poroj në gjendje të mjerueshme. E kuptoj. Poroj në gjendje të mjerueshme. Më shumë keq dhe pa diskutim kjo mund të konsiderohet një nga denoncimet më të trishta që mund të jetë regjistruar ndonjëherë këtu në kohë për të zgjuar. Dhe shpresoj shumë që raste të tilla të mos përsëriten më, po mirë do të ishte që organet e drejtësisë të jepnin drejtim një situate të tillë. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? Po zonjë, ju dëgjoj.
Dua të flas me Bledin. Po, unë jam Bledi, ju përshëndes. Përshëndetje. Po? Ju të gjyzojnë, flisni. Kam paguajtur, jam nga Maqellara. Po? Kam paguajtur sahatin e dritave, u ka 5 muaj. Po? Edhe akoma s'më ka ardhur sahati. Pra, po thoni për macin e ri të dritave, për macin... Po, po. Dhe ju faturoni në çfarë? Faturoni në aforfe akoma? Po. Po çfarë ju thonë në oshejnë e zonës? Shkojmë aty ke osheja dhe ku në thotë që jo s'kemi sahat, s'ka nga burreli, jo këte dhe nuk kemi asë lloj përgjigje. E kuptoj, po është vetëm familja juaj, po është e gjithë zona që nuk Jo, është pajisur? vetëm familja ime. E kuptoj. Unë shpresoj shumë që duke qenë se rasti juaj është mund të jetë rast i evidentueshëm pikërisht në zonën e Maqellarës, shpresoj shumë që sahatit ju vendos sa më parë dhe ju të keni mundësinë paguani vetëm atë që konsumoni dhe as më shumë as më pak. Okej, faleminderit juve që ngritët shqetësimin tonë koha për të zgjuar. Kjo ishte telefonata e fundit për sot, nderuar televizionistë, një falënderim special për gjithë ju që u bët pjesë e emisionit. Ju kujtoj sërish që koha për të zgjuar kthehet hënë, jeni me kolegun Bashkim Hoxha.